نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Ata falenderojmë për i tij falë dhe udhëzim, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të ndajmë disa minuta në ligjëratat e rregullta të ditëve të hana, ku jemi me shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Jemi në surën Ali Imran, e cila sura i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë në vitin e 9 të hijretit, e cila ka zbrit si sebeb e një dialogu apo e një delegacioni që ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam nga ana e të krishterëve. Dhe kemi vazhduar të shpjegojmë deri tek ajeti 144. Tham se te ajeti 144 do të ndalemi pak më tepër për shkak të rëndësisë që ka ky ajet dhe për shkak mësimeve të shumta të cilat do të nxjerrim me lenin Allahu te bareke ve teala nga ky ajet. Kush duke përcjell me mushaf apo me telefon, le ta lexon apo le ta ken për vetë ajetin 144 nga surja Ali Imran. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin." Thot Allahu subhanahu wa taala, Muhammedi nuk është tjetër po si dërguar. Edhe para ti ka pas të dërguar, nëse vdes apo vritet, a do ta lini rrugën tuaj, e ai i cili dezerton dhe kthehen dhe përmbyset nga rruga e vet, ai nuk i bën zarar dhe nuk e dëmton. Allahu subhanahu wa taala, e Zoti i Madh te bareke ve teala, do të shpërblej njerëzit me njohës dhe falëndërues. Në këtë ajet Zoti i Madh te bareke ve teala në luftën e Uhudit e zbret këtë ajet për t'i mësuar muslimanët për një mesele e cila ndoshta është ndër më të rëndësishmet në fenë e Zotit te bareke ve teala, dhe ajo është ndarja në mes qenjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe mesazhit të tij. Me fjalë të tjera, ndarja e të vërtetës nga bardhësi i të vërtetës. Dhe përmendëm që ta keni më të lehtë se mund ta portretizoni me shumë prej gjërave, mirë po për më e pas më afër e keni gotën edhe ujin, enën edhe atë cila futet në enë. Njerëzit zakonisht e duan atë çka është në enë. Po kush nuk e ha gotën, kush nuk e pik gotën, por e pin ujin apo langin që është në gotë. Mirë po, në të shumta të rasteve, për shkak se njerëzit janë të lidhur për qenjen e bardhësit, për qenjen e enës, andaj ndikon shpeshher ena dhe kualiteti enës në refuzimin apo pranimin e asaj e cila është brenda enës. Dhe këta do të shohim me disa prej shembujve me izin Allahu te bareke ve teala. Përmendëm një varg argumentesh në këtë çështje se muslimani duhet të mësohet me të vërtetën si domethënie dhe jo si lidhjen mes atij i cili ja mëson të vërtetën. Pra këta do të shohim më afër me vetë pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kishte mësuar sahabët e vet që të vërtetën ta kërkojnë në domethënjet me të cilat ka ardhur ai, jo me vetë qenjen e tina. Dhe këta e ka bë për shkak të asaj se Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të dërguar. Pra ai nuk i krijon të vërtetat. Muhamedi sa nuk i krijon të vërtetat. Ai komunikon ato. Edhe këtu është dallimi edhe shumë prej njerëzve të cilët likshtohen apo dobësohen në rrugën e të vërtetë nëse shohin diçka e cila nuk u aplotson imagjinatat të bardhësit e të vërtetës. Apo thon ndryshe, kur kërkojnë përsosmëri dhe kërkojnë utopi të pa arritur, për shembull i lartë i kërkuar në bardhësin i cili nuk realizohet, dhe si rezultat dezertojnë nga ajo e cila njeriu e ka prej të vërtetës. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në atë çka e kishte mësuar te sahabët, sidomos që stengat e kanë ditë këtë mesele.
Për këtë arsye, shumë prej arabëve të largët, të sot kanë jetuar në shkretina dhe kanë qenë ndacak, kanë qenë që quajmë ne bedevi. Por çfarë do të thonë bedevi? Ka jetuar në shkretinaj, sa ka njëri i qytetit. Këta janë lidh për qenjën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo janë lidh për autoritetin e tij si njëri i cili ka qytete, shtete, askera kështu më radh, dhe kanë krijuar një lloj droje. Pra, besimi i tyre ka qenë shumë i dobët në domethënien me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po më shumë ka qenë në atë madhështinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe me vdekjen e tij ka ndodhur shumë prej tyre që janë zbraps. Andaj ti e gjenë se Ebu Bekr Siddiq radhiyallahu an ka luftuar me një numër të madh të njerëzve, të cilët kanë refuzuar një pjesë të fesë, siç është zakati, dhënia e pasurisë, 1/40, për çfarë arsye? Dhe për shkak se kanë thënë ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj ti e shef se ata janë lidh për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe s'janë lidh për manan e mesazhit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe çfarë bëri Ebu Bekr Siddiku? Tha jo. Nga sa ajo që ka ne kemi besuar është mesazhi Muhamedit alayhis salam. Ai vazhdon me qenë Rasulullah, andaj unë jam khalife, vazhdues i mesazhit të tij. Dhe kjo ka qenë dallimi i kujna, i Ebu Bekrit në kuptimin e mesazhit. Dhe këta e ka kallxuar në vdekjen e pejgamberit alayhis salam, dhe këta e ka kallxuar edhe kur kanë refuzuar diçka njerëzit prej fejs Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti e gjen Ebu Bekr Siddiq radhiyallahu an, mas mirë ti ka ditë me ndan mes njerëzorës pejgamberit alayhi salatu wasalam, autoritetit të tij, madhështisë së tij, paprekshmërisë së qenies së tij. Megjithatë e ka ditë se kjo është njeri, këtë e ka kriju Zoti, e ajo që e ka dërguar pi mesazhit është hinore. Është hinore. Pra Kurani është pi Allahut. Fjalët e Zotit janë prej Allahut. Andaj e përmendëm në ligjëratën e kaluar, surën Al-Anfal, ku thot Allahu te bareke ve teala, "Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi." Allahu e vërteton të vërtetën. Që ka vini revizor, tu kon gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tu kon gjallë ai, ka thënë yuhiqqa al-haq bi kalimati. Ati ka zbrit Kurani, ati i është ngarkuar komunikimit të vërtetës, ai ka marrë pjesë në çat betej për të cilën ka zbrit kjo sure. Megjithatë Allahu xhallahu ka thënë, Zoti të vërtetën e nxjerr me fjalët e veta. A ka mujtë me thonë wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi rasulihi. Ka mujtë Zoti me thonë kështu, Allahu e vërteton të vërtetën e vet me pejgamberin e vet. A është fjali taman, veç është periodike. Ç'është periodike? Është derisa të jetë gjallë. E kur vdese, Allah ka thënë yuhiqqa al-haqq bi kalimatihi. Se fjalët e Zotit nuk sosen, a njerëzit vdesin. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kishte trashëguar këtë mana te shokët e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Andaj ti e gjen Abu Bakr Siddiqun se edhe pas fitimit të luftës me fisin i cili refuzonte zakatin, pasi u dërzun, çfarë tha? Tha jo, nuk e pranoj që ju e keni mësuar të vërtetën derisa të deklaroni se të vrarët tanë janë në xhennet dhe të vrarët e juve janë në xhenem. Kjo shumë e rëndësishme, se kjo është udhëzimi i brendshëm. E njerëzit sot janë të udhëzuar me udhëzim të jashtëm. Dhe jo rastësisht pastaj isha se jehutohen. Sepse njerëzit e kuptojnë Islamin me kallope. E portretizon në Islam të një hoç, e profilizon në Islam të një hoç tjetër, dhe pastaj e krijon perceptimin e vet për Islamin bas fotografisë të cilën e ka pasur ai hoxha i vet. Dhe me bë me i lëviz ai nga ai profili që ky e ka kriju për ta, dhe pastaj ai e ka kriju për Islamin, pastaj e sheh se lëvizja e këtij i bën dy lëvizje të njëri, edhe për hoxhën, pastaj ka çetër mendim, edhe për Islamin çetër mendim. Dhe kjo është rrezik i madh vëllazër. Se ti nuk e ke marrë çështën Islamin vet, por e ke marrë në kallop të njerit. E kur e merr në kallop të njerit, bie me ramin e kallopit. Apo bjen me ramin e kallopit. Andaj Abu Bekri çka i tha, jo, nuk është në nështrimi juve që i keni pranu të vërtetën. Deri kur? Deri të besoni se ju shka janë mytë njerëzit për juve, në xhenem shkojnë. Që kjo dhe zërë? Kuptimi i të vërtetës me kuptim të mbrëndshëm. Andaj dëgjone tani ajetin dhe zërë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul. Kjo vëzër ka qenë problematike edhe për njerëzit të cilët kanë qenë shokët pejgamberit alayhi salatu wasallam, se ndarja të vërtetës
Nga barci o shumë e vështirë. O shumë e vështirë. Andaj dëgjoni këtë ajet se si i ka rregulluar këtë çështje. Nuk është Muhamedi pos i dërguar i Allahut. Ha, dhe vini re vëllezër. Që këtë ajet pse thamë shumë më rëndësi. Sepse kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, që këtë ajet e ka lexuar Abu Bekri. Nga këtë Kur'ani në vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për ti mbajt në kam sahabët, ata që kanë likështu se ka dale, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëri e ka lexuar këtë ajet. Dhe me këtë ajet e ka bën ndarën. Muhamedi sa më shkoi mesazhi mat. Andaj ka thënë: "Men kana ya'budu Muhammeden", ai i cili ka adhuru Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pse ka cek Muhamedin? Se ajo njeri Muhammed, emrin e ka, që shtoja është emërtuar prej familjes vet, Muhammed. Apo, por shemo s'ka thënë men kana ya'budu Rasulullah, men kana ya'budu Nabi Allah. Jo. Çfarë ka thënë? Ka thënë ai i cili ka adhuru Muhamedin. Por nëse ti e lidh me ta si trup, ai shkoi, e vdiq. Wa man kana ya'budu Allah, e kush adhuron Allahun, apo ka adhuru Allahun, fa inna Allah hayyun la yamut. Allahu është gjallë, nuk vdes kurrë. Pse ka lexuar këtë ajet të vëllezër? Se çto është konsprova. Para menoni çfarë njeri inteligjent dhe i mëshëm dhe i devotshëm ka qenë Omar ibn Khattabi radhiyallahu an, ku në këtë krizë ka thënë nuk ka vdek. Ai ka shkuar te Zoti prap kthehet. Çish ka shkuar Musa? Atëre Abu Bakr ka thënë jo, ka vdek. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda, thot këtë ajet këtë kemi ditë, se kjo ajet nuk ka zbrit më herët. Kjo ajet ka zbrit u kanë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot këtë ajet këtë kemi ditë. Po që ati e kuptum se Abu Bekri ja më i meqmi joni, se në rrethanën e caktuar, ajetin e caktuar e ka prej meselin e caktume. Apo, dhe kjo ajet para prakish ju ka kalëzu sahabeve. Lezo ajetin, Muhammed është veç i dërguar, para ti ka pas plot të dërguar, që është këtë kam vdek, pas e ka thonë, e fe imata u kuti, me vdek ose me uvra, a e lini rrugën. Për këtë asyjo vëzër, diçka nga trishtimi, i cili buron nga muzëndarja e të vërtetës, me barsin e të vërtetës, i ka ndodhë, jo e madhe, po pak e vogël, disa sekunda, apo disa qaste, pas e janë këthi prap, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj, shiko, për të ndarë në mes qenjës së ti dhe pejgamberllëkut të ti, mesazhit të ti dhe barsit të mesazhit, Allahu xha ka zbrit këtë ajet. Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nuk është Muhamedi alayhi salam po si dërguar, edhe para ti ka pas të dërguar. Nëse vdes apo vritet, a dezertoni nga rruga e juaj. Fjala inqalabtum ala aqabikum, çka është vëllazër? Është se inqalabe o me kthi, ato është diçka kështu, e kthen nga ana tjetër apo kthen nga ana komplete kundërta. Kjo çka tregon se u kon të hecë udhës. Andaj Allah thot, a qysh jeni mirë, keni me laku, do në e mirë ato hecë. Mirë, pse ju ka thonë, tu hecë mirë, muni me lakue? Pse? Se vdiq aj për të cilin ju i një lidh. A ju si një dash më lidh për ta, po i një dash më lidh për mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj shiko vëllezër, njeriu ka mundësi me ecë prapa dhe me ndjek të ndjekurin. E ka pas njerëzit pejgamberi alayhi salatu wassalam përpara. Dhe ka të shkoje aj, ecë edhe aj. E qëtu dallohen tash njerëzit. Ebu Bekri vëllezër, vini re, kur ka shku mas pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka shku mas ti si i dërguar i Allahut. Që i bije qfarë? Ki vdes qëtu, ama e kena pas me mërin që atje largë. Vazhdo në Ebu Bekri me ecë. Se kje ka ndjek manan e pejgamberit e sam, jo pejgamberit alayhi salatu wassalam si Muhammed, si njeri, se ki vdes, gjak e shpirto, vdes. Apo? E ata të cilët i kanë shku mas vet qenjës së ti, vet trupit të ti, kur ka vdek janë likështuar. Ka thonë, tash s'ka të vërtet mo, jo. Për së të vëllezër besimtarë duhet këtë punë mirë me nda. Dhe nëse kishë nda këtë punë mirë, të Sheikhul Islam Taymi rahimahullah, thot njeriu nuk i ngatrohen shumë për çështjeve. Andaj din pastaj edhe me ditë se ka mundësi një dietar ose një hoç me e gabu dhe vazhdon ta respekton. Për shkak të vërtetës tjetër çka e ka. A ke qartë? Zakonisht njerëzit të cilët janë të lidhur për trupa, çka thot, ja bardhi ja zi, ki ja an ja nuk ka. O mos ka kështu vëllezër, se as ti nuk je çashtu, ja i ja si je. Apo,
A ka dikush janë 100% është vërtetën, ja nuk ka, jo. Se me pas qenë që shtu, vëzër, me pas qenë që shtu, kur kuj në zban mi shku mas. Argument, po s'ka njeri që s'gabon. Momentin e parë që ti mendon se dikush nuk gabon, ti ke dhënë atij pejgamberllok. Pejgamberllok i mirët për Allahu subhanahu wa taala. Do më thonë, dush me ndaket mesele, asnjë njeri jashtë pejgamberit sallam nuk është i pagabueshëm. Çka i bie kjo, vëllezër? Kjo i bie që ti ta ndjeksh të vërtetën, jo të menosh për këtë çka sa është i pagabueshëm se kia kur gjo hiç. Jo, edhe Abu Bekri është nuk është që njeri i pagabueshëm, gabon. Po kjo nuk i bë që ti më thon, e po ashtina me ta. Jo. Nuk i bë ashtu. Kjo i bë që ta kuptosh se Abu Bekri e bardh një të vërtetë, ti je i obliguar me ndjek çat vërtet. Abu Bekri prapa më i madh se ti, 700 vjet imër mi pas mi shumëzuar me 700 së një vend të gishti. A kupton këta? Andaj plot për njerëzit ti shef se thot, a ka gabube Ebu Hanifja? E tash më shimu, zakonisht atë na po be gabon. E pa për çaj na çati pari jena. O insan, gabimi ti me nusenet. Po ai gabon, natë ditë mund të me gabu. Po ti 1 milion vet mi pasën e mrin ata. Pse? Sepse janë konteksti, rrethana, brezi. Ai ka pas sahabët të ski pa. Ai e njeh Kur'anin të së njeh, ai e njeh Sunetin të së njeh. Ai ka pas vend dhe kuvend dhe zamani ka qillu që me mor më shumë se ti. Për këtë arsye shikoj pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e ka lavdru gjeneratën e vet, e ka lavdru si brez. Ndërsa kur i ka lavdru musliman mas gjeneratave të ati, i ka lavdru si njësi. Që e në më do kjo? Gjeneratave vet e ka lavdru si tërsi, se këta më përgjithsi janë të vërtetën. Nëse i mungon dikuj në 1%, këtë 1% që në ka ki qetri. Mas 3 gjeneratave, qëfar ka thonë? Ka thonë atër taktuk mundet më kanë. Një që aty, pse? Nuk është këtë brezi. Pra e vërteta nuk bje, ama nuk ka tërsia. Ata ka thonë, khajrul kuruni qarni, ma i miri brezë brezi jem. Pse brezi jem? Pse nuk ka që si lavdrate për brezat që ka vinë ma vonë? Se nuk mundën me e bardë vërtetën këtë nivel. Nuk mundën me e bardë vërtetën këtë nivel. Andaj shiko, fjala Allahu gjela, fe immat au kutilen kalebëtum ala aqabikum. Nëse vdes Muhammed a.s. apo vritet, a dezerto, pra, a zbrapseni nga rruga juaj, që i bie se insani ka qenë duke e ecë pas rrugës së drejt, apo në rrugën e drejt, gabimi cili ka qenë. Pse ka arë kjo vërejtje? Pse Zoti thotë këtyre me dek Muhammed sam, a e le rrugën? A normal, për shembull, mi thon dikuj qështu. Me thon për shembull dikuj, me thon, me të vdek nana, baba ose fëmia, runa Zot, për shembull, mi thon dikujna, a tranohesh, a çmendesh, dikush thotë, po pse me fol pa lidhje? Jo, nuk ka pa lidhje. Se ka mundësi ti e lidh për ta. Ka njëri për shembull se paramenon jetën pa diçka. Edhe pyetja është shumë e saktë. Apo, se ka njerëz që zot janë çmend, mas e ngon të lidh me diçka. Ja ka marr Zoti, edhe mo nuk ka bën njëri kur. Pse? Se ka qenë i lidh për ta. Atë thotë Muhammed al-Ghazali, frika nga vdekja nuk është gjë tjetër pos lidhja e fortë me dunjajën. Apo, andaj pas shkarkimit të plot edhe të fijeve më të vogla të dunjajës, nga ana pejgamberit alayhi salatu wassalam, atë moment që ka ardhur oferta, a do më në dunja, apo vjen me vdek, çish ka mujt mi thonë jo po du me vdek. Sepse s'ka më ana vdekja, pos dëshira pa më net këtu. Çfarë më ana e ka tjetër tuta për vdekës? Çfarë më ana e ka? Andaj ti e shef njeriu kur i kputën këta lidhet pikë këtu, çka thot? Për shembull, njëri të këtë familja i ka vdek. Dinar në gjep si ka, kur gjop pikë kësaj dunjë s'ka. Edhe mi thon, a me vdek a me jetu? Ç'a me jetu valla? Marrë me mua. Se ju kanë kput krejt. Andaj ka thon alayhi salatu wassalam, do të likshtoheni ju atë ditë kur e madhnoni dunjan e tutni pidekës. E madhnoni dunjan. Se madhnimi i dunjas ta bëhet natyrshëm frikën prej vdekjes. Cili ka qenë gabimi këtu vëllezër? Gabimi ka qenë kur njeriu ka ec pas qenjes pejgamberit alayhi salatu wassalam e nuk ka ec pas kujna, pas domethënës me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti e sheh për shembull vëllezër se një numër i madh prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, për atyre të cilët kanë ardhur pas tina, e kanë dallu këtë çështje. Ti për shembull Aisha radhiyallahu anha e shpesh e pyesin për një fetva,
Edhe i thonë filan sahabiu ka thonë qështu. Ka thonë gabuaj. Ka gabuaj. Zakonisht që tu ndërhin njëlla keçtit, që e thotë kjo se ka dasht ket, e ka sha. Ose një sahabi për shembull e ka refuzuar një fjalë të një sahabiu që thotë. Edhe ata të zotërin për shembull gatat që edhe këto janë për la. E nuk ka çështu. Ato kanë dash vetëm i pastru domethënjet. Ai njeri prapë ka çmuar e ka lavdruar. A ki qartë. Po këtë asyje për shembull pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh ardhi një sahabiu që ka thonë, "Ke dhe me fulan, ka rrejt filani, ama e ka pas çdo të mirë." Se ka dash mi ka thotë ç'kjo nuk ka çështu. Ai prapë do të jap. Ç'kjo mesela nuk ka çështu. Ama ai prapë vazhdon me kanë do të jap. Mu për këtë asyje vëzër, ti e gjen se para kiametit kur të ngritën domethënjet, njeriu pshton me ma pak se sa ajo çka pshton njeri kur e ka këtë domethënien. Çka i bie kjo vëzër? Çka i bie kjo? Të e pas na këtë Kur'anin. Të e pas na këtë Kur'anin. A mujna me pështue edhe mu arsjetu veç me një ajet. Me thamë për shumë o zotë punë veç një ajet më kam rije. Po së të kam rije veç një ajet, se Musafja konë të shpija. Këtë Kur'ani ja konë. Mirë për neve nga ka të regu për nga mbira a.s. se para kiametit do të ngritët me anaja. Ka mu ngritë Kur'ani. Edhe mbesin vetëm disa finesa edhe imcina dhe vogla prej fejes. Është i njohur hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu an, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yudrasul islam. Shihet Islami, i humbët gjurmët, largohet komplet. Sikur që largohet shenja nga petka. Që me ka njeri një vizatume në petk, të e la, ka mundësi e hub kejt. Edhe ti thua, a ka mbe që shenja qëtu, po a ka nësë sa. Kështu e ka përshkujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i vije vëllezër? I vije se domethënia është larguar. Edhe çfarë ka thënë alaihi sallallahu wasallam? Ka thënë derisa nuk di njerëzit çka është namazi, çka është agjërimi, çka është sadakaja, pos disa njerëz të cilët thonë, la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Domthon para kiamet nuk është tani kjo kohë. Ka xhallar, dietar, libra shpjegohen Kurani, hadithi pejgamberit alayhi sallallahu wasallam. E tani vëzhgë çfarë ndodh? Kur të vjen një kohë që humbet kjo. Fini re. Për me humb Islami, edhe për mos mu di çka namazi, zakati, agjërimi, sadakaja. Çka ngërthen vetveti, se s'ka me tas një osh në dunjan që e fol këtë punë. Se me kanë, atëre, andaj është hadithi tjetër në Sahih Bukhari, që ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu nuk e merr ilmin pi të dietari me të shkulmën e dijes. Ja, dijen ja le. Çish e merr Allahu dijen? Ti marr barcit, edhe s'ka më kurkush që din për fe. Edhe nuk kallzon për fe. Kur të meset toka çështu, veç do njerëzi i mbetet pi asoj që e kam mësuar dikujna, po s'ka hoç më as shpjegue, ai thot veç e di se baballar ton thoshin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Veç që kjo maraton kur ços di. Kur s'ka asnjë hoç, as i dietar. Atëra tabiini, i cili ja ka kallzuar Hudhaifa këtë hadith, i ka thënë sahabiut, i ka thënë, po çka i bën dobi kjo? Po veç pse di ka la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kjo si bën dobi kur gjë. Atëra i ka thënë, jo. Ka thënë i ban dobi. Mos pash bab. E kanë pas arab këtë si shprehje. Pro i mjerit ti, mos fol ashtu. Ka thënë i ban dobi. Pse i ban dobi? Se e vetmja me anas që ka me të më kap për islamit a që jo. Të kish pas diçka tjetër, a ishdo është dhe pa tjetër më kap. Apo, andaj, njerëzit lidhen për veç atë sa ka do me thani në tokë. Kur të ngritët do me thanja, atëre nuk ka mundësi me o ka për shka. E mirë dikush thot për shembull, qish me ditune sa do me thanje ka, kur unë nuk i di ato, ndërko që ato janë, i grin, i lip i barcit. Qish i grin? Ti e di se hoxha i ka do me thanje që ka kalzu krejta, do të në të kalzue. Janë do ajeti që si ki niti. Ti e di që janë, po si di do me thanje. Andaj i kërkon të aj. Këtu ku fol pejgamberi alayhi salatu wasallam, ja ka shpjeguar Hudhaifa, ka thonë s'ka edhe me lip s'ka. Apo, a mu që para menu për shembull ti me pas një nevojë fetare, një përgjigje fetare. S'ki as një hoç kanë me vet. A çat baj? Ky me bë diçka. Ti diçka ki me bë. Sa arsjeton është Allahu? Arsjeton shumë. Se tu pun s'kisha kanë me vet valla. Kesh zor, s'kisha kanë me vet.
A është të gjendje që ashtu? Jo. Andaj shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin të lidhur për domethënjet e jo për çfarë? E jo për ata të cilët i bartin domethënjet. Mu për këtë arsye vëllazër, Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran kemi marrë këtë ajet, ajetin 103. Duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni këtë ajet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapnu të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u ndani. Kjo vëllazër nga shumë prej komentatorëve kemi përmend këtë komentet se çka është kapuni për litarin e Allahut? Çka është kapuni për litarin e Allahut? Nga Abdullah ibn Mas'udi, nga Abdullah ibn Abbasi, nga Mujahidi, nga Ikrimi dhe të tjerë prej dietarëve, cili është hablullah, wa'tasimu bihablillah. Cili është litari i Allahut? Libri i Allahut. Vinë rëvëzë shumë më nësi të kuptojnë këta. Duke qenë gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Zoti nuk ju ka thonë sahabeve dhe muslimanëve kapnu për të dërguarin Allahut. Sepse nuk mund është më ka për diçka e cila nalët. Nuk mund më ka për diçka e cila mas do vjetëve këputët. S'ka mana. Ajo e cila du të më ka për ta, ajo që s'putët kur? Cila ajo që s'putët kur? Kur'ani Allahut. Andaj ka thënë wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kapnu për litarin e Allahut krejt. Mirë, tu kanë gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka thënë kapnu për të dërguarin e Allahut. Që ta kuptosh ti kur ti thojnë në dikujt ti mos u kap për hoxhën. Sa i des. Apo, e për kam u kap? E për kam u kap? Për domethënien që ta mëson hoxha. Për domethënien që ta mëson hoxha. Përmendëm vëllezër këta për ta ilustruar veç. Sa për ta thjeshtëzuar. Ka shumë shembull. E merr prindi e vladin e çon shkollë. Edhe i thot, pi këtu të shtëpia, çek shkolla. Edhe rrugës i thot çek nehe, ka çik kjo gjade, çështu, apo edhe e mëson që të shkolla. Mos ani e marr pin shkollë e bie të shtëpia. Prapë e marr pi të shtëpia nesër e çon të shkolla. Prapë të shkolla e bie të shtëpia. Edhe çka i thot gjatë ditëve çka e mëson, thot këshir mësoje udhën vet. E thot çështu? Thot këshir mësoje udhën vet. Se një ditë mos u mbi për ditë, edhe me kon gjallë s'u mbi për ditë, po ti dush më ditë edhe një ditë mundi mos më kon. Shembulli i Zotit vëllezër është më i madh. Shiko Allahu subhanahu wa taala me çfarë përpikmërie i ka mësuar sahabët e pejgamberit. Tu kanë me Muhamedit sa gjallë, ju ka thënë wa'tasimu bihablillah, kapnu për Kur'an. E dërgumi, kapu për Kur'an. I dërgumi ka ardhur me të mësuar më ka për Kur'an. I dërgumi i Allahut ka ardhur me të mësuar Kur'anin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam vasijet, testament, nëse ka lënë diçka kundërshtim ata që ka thonë shijat se ka lënë diçka çka se dina, cila është këtë hadithet maksimum që i kanë xhir dietar për çka ka thonë pejgamberi sa më fund, ka thonë kapnu për litarin e Allahut. Kapu që Kur'ani e kije. Dhe Allahu garanton që ka thonë wala tafarraqu, dhe mos u ndani. Që i bie kështu, është kushtore. U kapët nuk ndani. Andaj është argument ndarja e muslimanëve për çka? Se nuk jam të kap për litarin e Allahut. Këshire ti për shembull kështu. Çdo musliman vetveti thot un jam kap për Kur'an. Kisa kap? Apo filani Abdullah i thot për Husajnin. Thot Abdullah thot unë për Kur'an jam i kapt. Ama ki Husajnin nuk është i kap për. Edhe ta shkon e vet në Husajnin. Ti pse besh ka për litarin e Allahut? Pse i përçon me musliman? Jo thot Abdullah s'ka kap për Kur'an. Edhe shumë Abdullah dhe shumë Husajna nisoj thonë. Allah thot kundërtën. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Këtë kapnu për litarin e Allahut. Rezultat nuk ndani. Se si të kapësh nuk ndahesh. Kur ndahesh nuk e ka për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, edhe duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrja kuranore dhe këshilla e Allahut subhanahu wa taala për besimtarët, cila ka qenë vëzër që të kapën për litarin e Allahut. Në hijen e kësaj tani e kuptojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith se do të vinë disa prej muslimanëve të cilët do të kenë shpërblim sa 50 sahabi prej sahabive të kohës vet. Megjithse ulemat janë pajtuar se nuk ka brezi sahabeve. Pse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam do të vinë pas juve njerëz të cilët do të pasojnë sunetin tem, urdhin e Allahut,
Kur'anin Allahu subhanahu wa taala dhe shpërblehen më shumë se ju. Kush urtësia vëllazër? Dhe zakonisht njerëzit i përplasin kuptimet. E keni dëgjuar hadithet që nuk vjen asnjëri si sahabia. Me dha njëri sa kodra e Uhudit altan, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk vjen sa do hurma të vogla që ka jep një sahabi. Po hadith tjetër ka thonë, ka me punu njëri mas juve sa 50 e ka shpërblimin si ju. Pse? Nën hijen e kësaj e kupton. Sepse ai që ka vjen mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai ka shumë vështirë me ndjek të vërtetën. Se nuk ka model, s'ka ku më kap. Para meno edhe pse s'ka ku më kap, i ka shku mas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me fjalë të tjera vëzër, a unë njësoj më kanë gjallë Resulullahi, edhe unë për çdo problem shkoj drejtona atij ja Rasulullah, ka thëmë çisha, edhe e shëroj unë zemrën time. Sa përgjigja e tij, përgjigja e Zotit. Zoti po thotë çashtu. Njerëzit sot pse kanë hutia, thotë kanë me nguba, keca, 300 versione kanë. 300 versione. Çka 300 versione, 3 milion versione. Pse është? Se s'është dërguar i Allahit. Me fjalë të tjera, me kanë i dërguar i Allahit gjallë. A vën ders ti? S'ka mana unë, s'ka mana me ligjëruule. S'ka mana me ligjëruule, hoqë se është Rasulullah. E kursa Rasulullah, bëhat pak me vështirë, pse? Dhe shetani, çështu pasha? Për shkak që sajna ka thonë alayhi salatu wasalam, për shkak se këto s'kan model ku kapën, a do me thonë një t'i kanë, ama i kanë thata në kuptimin s'janë të mishrume në model, në kallëp. Ata e kanë më vështirë, andaj 50 sa jo shpërblejën. Su të e ki Resulullahin, të e ki dërgumin e Zotit, e na nuk e kena. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çdo sen që ka mundësi mu rrit shpërblimi te muslimanët u ka shpjeguar në bazë të kësajna. Mu për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit të sahabët, edhe ato që vinë më vonë, që të kapën për sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe për sunetin e xulefave ar-rashidin. Pse ka thonë për shembull, hadith ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, aleikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Kapuni për sunetin tim. Mirë, nëse thotë kështu hadithi, kapuni për sunetin tim, a është mjaft? Pse ka vazhdu hadithin? Vazhdim. Dhe për sunetin e khulefave të drejt, Abu Bakri, Omeri, Uthmani, Aliu, të cilët i ka thujt pejgamberi sa ar-rashidin al-mahdiyyin, të udhëzuar për vete edhe udhëzojnë tjerët. Edhe vetën të udhëzuar edhe tjerët i udhëzojnë. Pse? Domethënë, nëse thot ti pejgamberi sa kështu drejt për drejt, rri udhës te me pas. Qa ka mi thonë edhe rri Abu Bakrit? Se kur vdes unë, atë që ka e lip pi udhës teme të kjo, atë që ka e lip pi të udhës teme të Omeri, se ti keme lip kallop. E si të lip shkallop, kallop pi mangata e Abu Bakri. Se njëri për shembull, kur se ka, apo zakonisht njerëzit kur vdes një hoq, çka thonë? A zven mos i kimo. Zakonisht ata e kanë. Pse? A thot, ja mos ban nona. Por çdo hoq, ama e di çka interesant. Këta ata çka thonë për një hoq që ka vdek, nuk ban nona mos i ki hoq, derisa ka ngjall mall se ka po. Sepse njerëzit din me lavdru të vdekmin, gjallë nuk din me lavdru, nuk din me adit gjallë. Apo, e mirë, argument që vjen mas tina, çfarë është? Sa i s'ka kriju të vërteta, ai veç ka përcjell të vërteta. Të vërtetat përcillen, po ai ka mundësi më kon kallop shumë i mirë i të vërtetës, apo bartës i mirë i të vërtetës. Po për shkak se e vërteta ka me vazhduar, do të ketë apet, se i bie kështu. Kur ti thu zven mos i ki, i bie që mo haks s'ka. Domthon vdiç me atë. Nëse e vërteta s'ka vdek me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk vdes as me xhallar. A do të jesh për shembull, se masi kanë shkuë sahabët, njerëz kanë thonë, kush vën mos i këto? Apo kush ka me majt fejën mas këtinve? Ka që Allah i Banifën. Dhe kam lidhë umetit, trak. Kur ka vdekë e Banifë, ka thonë njërës, po kush e ma mërë umetit, mosu s'ka ma njëri si kësë. Ka që Allah i Imam Malikun. Masë më Malikun, njërës ka thonë, e shtash mo, si të vdesë ki hoxha i Medinës, kush i mbledh mo njërës si ki, Allah ka bo hazër Shafijen. Tu vdekë Shafija, në Bagdad a bo hazër Ahmedi. Kur ka vdek Ahmedi, njës ka thonë, e mos i Ahmedi s'ka imam. Apo? E kur ka dal Ebu Dawudi, e pastaj Muslimi, e Bukhariu. Apo? Andaj ti shef njerëz zakonisht, kur çfa Allahu e vënon të vërtetën të një hoq, edhe pastaj e përcjell. Apo e përcjell me disa hoxhallar. Apo
E nga rahmeti Zotit është çfarë? Nëse e vërteta në zamane të ndryshme kërkon kosto të madhe, e shpërndan Allahun disa haxhallar. Thot ti s'e maket. Dikush thot, e pse beson e maketaj? Ka thot do, veç unë e kam të vërtetën. Ne nuk kena të folja çka mendojmë për veti. Hakikatet janë ndryshe. Nuk ka mundësi kur kosto janë të madhe me marrë veç njëri të vërtetën. Për çfarë arsye? Sikur kur ka senetrana. Apo, kur ka senetrana. Kur ka senetrana, edhe njëri, po, mundet më u thi korrizi me majt. Çfarë çishë letojna na çishë letojna? Të na ka dalë, mos i jepzor. Thirrni di dosta. A peteron, thirrni atracir. O dhët vete e bëjmë një tavolinë. A njëri thot, a be babgjyshi jem këta vete majke, Allah e më shërov babgjyshin tanë. S'jene nasi babgjyshi jëtë. A e kupton? Sa për me së qaruhe. Musa a.s. e ka kap komplet rrethin 10 metra guri, pite bunari, pite e ka mor, e ka hek. Pas e ka vnu prap. A më ne kap ti? A më ne kap? Ty vish me para mnu, 10 metra rreth ka kap guri. Andaj kër e ka lavdrua të dy qikat, e cila bo gruja pasaj Musa a.s. Kër e ka lavdru të baba i vetë Shuaibi, që ka thënë? Wallahi që se njëri s'këna bana. A e kap më në ketë gurin vetë ka kap. Edhe marreli sa ta dush. Edhe i turpshëm, edhe i moral shumë, edhe shumë i fort. Shumë pejgamberi a.s. Disa transmetime ka ardhur se ka pas kuvetin e 30 burrave. 40 burrave. Megjithatë kur ka ardhur Bedevia ja kanë ngrej këmishën, pejgamberi sa me kalon. Sahabët kanë botur le. O dhe zërë pejgamberi sa veç vetë me pas largue. Ose runa Zot, pa janë pejgamber i Zotit. Ai nuk largon, çish largon Bedevia e njerëzit e pa edukat. Dietarët ibn Qayyim zë kur e shpjegon këtë takat pejgamberi sa thot, ai me pas ngrej pejgamberi sa në vend e kish lënë. Ama jo, le ka thon, le, ne të ma bëjë vi. Duhet njerëz me ditë që unë jam pejgamber, unë kam marrë rahmet. Andaj shikoj vëzër, nuk ka domethënie të vërtetës që e ngarkon njerin shumë vetë se Zoti e don. Moje pak ti. Për shembull, ti e gjen për shembull te medhhebi Hanefi, kish ka skite Malikit, dhana sjelltës. Kite Shafit ka skite këto ditë. Te këto ditë ka shka ska të Shafia. Te Shafia ka diçka shka ska të Ahmedi. Ahmedi ka shka ska këto. Kit ka pak e bartin një të vërtet. Ti e gjen tut 4 që një vin një sahabijës. Pse se forcën e ka të madhe. A e kupton? Shembull te Ebu Huraira kit vet. Që i thënë atë i han dham. Ama e Ebu Huraira, ai ka pas drejt për drejt pejgamberin sallam. Ai s'ka pas tashun e ka dalë, ta studioj, ta menoj. Drejt për çevun e ka kanë. Ktu gabojnë plot për njerëz që thonë, ti merr drejt për drejt me pejgamberin sallam. E çish me mor? Po do çeku e ki hadithin. Po mos po kjo nuk ka çashtu e thjesht Allah. Po kjo hadithi ka ardhur ti ka. Po shprehja, po çish e ka transmetuar. Po çka ka dash me thonaj. Po ti nuk i ki dur sot te ta shifshat çish tha. Dhe nuk e di sakt a ka çket mana ajo. Për këtë arsye këtu gabojnë plot me njerëz që thotë, po ti shka pengon Allah o gjallar të e pas pejgamberin sallam. Ku të e pas? Pa budalen o gjallar që studiojnë me vite. Pa me pas pejgamberin sallam i lema librat. Me pas në pejgamberin sallam në nuk i lojna librat o dhe zërë. Se këtu plot për njëzve gabojnë. A thot me libra. O insan me pas gjallë Muhammed sallam. Po marrë i shkona me lezu librat të pas dërgumin Allahit. Shkoj e veti, a dhe kërri muhabeti. Pa i ka vdek. A i nuk ka. Andaj kemi zinxhir. Për këtë arsye e vërteta shpërndahet në për medhhebe. Pse e vërteta shpërndahet në medhhebe? Pse e vërteta shpërndahet në për njerëz se s'ne bajnë këtë vetë zerana. Për rahmetit Allahu çfarë vëllazër? Për rahmetit Allahu çfarë? Është që kur e vërteta ka kosto të çmimin e katran, s'ne manjani. Çta kuptosh më thjesht? Para më në për shembull me ble diçka straight, dhe njëri s'ne mrin. Thotë do të mos malini me veç vetë mu me pagujt. Pagun edhe jo pak. Kur është shumë e shtrejt që ka thotë, nëzërim edhe jo të vare paguna bashk. Qështu dhe është edhe vërtejta shembull e Zotë është më i larti. Për shkak se pejgamberi alayhis salam është i gatum, është i krijuar, është i destinuar i Zotit te bareke ve teala që të vërtetën ta baje veç vet. Thot Aliu radhiyallahu an, dilshmin luft me pejgamberin alayhis salam dhe matrimi pineve o llogarit ai shkam shefot mas pejgamberit alayhis salam. A mund të vana mendu, janë kanë brigada të luftue. Edhe u ka shpërsu lufta, dhe ka nisë të hik. Apo, e ka nisë sahabë, ka zu Aliu vet. Pejgamberi sa kanë në front parë kanë. Në vijën e parë të frontit kanë. Gjithmonë kanë në vijën e parë të frontit. Shikosh ka thot Aliu radhiyallahu an. Ne e kena numru azgan kush nuk tutët mu mshef mas pejgamberit alayhis salam.
A mu që para mu dhe zër, qëfar loka, të rima ka një madhaj, ama atu mshe, a një vesh të mshe të matë pejgamberi sa, ama mu mshe mas pejgamberi sa, ma konë mu mshe në front parë. Dalon mu mshe në front parë, dhe dalon mu mshe dikun lartë, apo? A pa ti mshef ti je, ama i du mshe. Para me në sa o konë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Para me në qëfar trimi o konë. Andaj ka thonë, enë në nebi, la këdhib. Unë jam pejgamber, nuk ka rrenë kjo. Enë ibn Abdul Muttalib, unë jam bibiri Abdul Muttalibit, nipi i tina. Mirë po, kjo bare madhe të vërtet e të vezër, shpërndab. Andaj shiko pejgamberi sa më shka thot. Vini re këti hadithit për cëllë me vëmendje. Aleikum bi sunneti. Ndjek në sunetin tem dhe sunetin e 4 khulefave. Shiko, veç pse ka kalu pim pejgamber një insan normal, edhe pse sahabe, minjarë ka dur në 4. Kuptone këta me rënë cilë. Ka thonë, ndjek në sunetin tem. Unë e vdes. Mini har 4 vete ka përmen. Pse? Se s'ka njeri që e bartë veç unë e atë që ka e kam bojtë. S'ka takat me bojtaj. Mirë, nëse te khulefat del në 4. Apo, te tabind, mini har rritët numëri 400. S'monë me bojtaj vetë, Allah. S'monë e vërteta shumë e rana. Kur t'kalojt e tabinët, mini har shpërndohet në 4000. S'une bajnë e të bema, Allah, bema pak të vërtetë. S'monë e marrë këtë vërtetën. Tu kalu generatat. E tash sot për shembull ti i gjen 2 miliard musliman, s'une bartën qatë që e ka bajt 4 veta pi sahabeve. Pse? Shumë e rana. E shash para menoj ato njerëz që ka thonë veç unë jam të vërtetën. Çka tu dosh me thonë? Aja tu dosh me thonë se unë jam Ebu Bekri. Po nuk ka, o vëllezër. Nuk ka. Andaj të paramendosh kallop të sahabijut në zamanin kur të vërteta ka kosto shumë të madhe, ti mundesh me e lujt një dram, një skenar, pra në disa njerëzve që s'marrin vesh, nuk e din, se vërteta shumë ka kosto, edhe shumë është e çmueshme, ti mundesh me bind ato që ti ka ngjall Allah Ebu Bekrin përditje. Jo. Ama e vërteta vjen vëllezër. Pite pejgamberi alayhi salatu wasalam. Min një herë kur ka kalu te sahabët, ka kalu në 4. Aleikum bi sunnati wa sunnatal khulafa ar-rashidin. Min një herë në 4. Pastaj kalon te sahabët, pastaj kalon te tabinët. Tash vini këtë vijë vëllezër. Tura, pite pejgamberi sallam e moj njerëzit më shumë. Tura për poshtë, ala më tepër. Edhe që shtu shkon vëllezër dhe krijimi. Ademi alayhi salatu wasalam ka njëri gjatë. Ha? Tu shkue, tu zvëglu. Para më kam ri njëri, ka njëri 1 metër. A sa u ka një madh? Ademi alayhi salatu wasalam. Më për këtë arsye vëllezër, këto gjëra shkojnë në këtë paralele. Shkon duke ra krijimi, duke ra forca, edhe intelekti, edhe aftësia për ta bërë të vërtetën. Çka bën Zoti për rahmetit vet? Thot, sa mundesh me bash për të vërtetë çka? Majeve çka? Majeve çka? Andaj ti e shese, ajo që na kërkojmë për një muslimanit sot, s'ta ka bo muhabet sahabijat. A mund që mi paramenu na mi u fol, shemull, sahabive. Supozoj kështu, i ki mor një 10 sahabijit ju fol, falë nube, falë në namazin. Çfarë për absurditeti o kjo? Falë namazin, për farz i të fol, apo? Po për farz. Që i mëse prish Ramazanin. Nuk mund, kjo nuk mund me paramendue. Për ata shka konë, kjo e kry mo. A i ka këshirë dishka shumë matë mloja. Më për këtë asyë, dhe zërë, pejgamberi sa kështu i kam thënë sahabët. E vërteta e ran. O vëzë, qila së ne ka majt, toka së ne ka majt. Toka, koda së ne ka majt, e ka mor insani. Mirë po Allahu gjitha për rahmetit vet ka bërë që këtë vërtet ta bartin pejgamber. Dhe pejgamberi sa nuk e ka ngarku njerëzit që ka mujt vet me bë. Andaj ti e sheh për shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë në hadithe. Për shembull Aisha radhiyallahu anha thot, nuk ja ka dhënë Zoti dy mundësi. Pejgamberi ton alayhi salatu wasalam. Ja zgjedhë këtë ja këtë. Ka thonë ta shot selam më e lehtë për umetin. Pse o vëzër? Ti mundesh me thonë unë e baj, po be e baj, po gjaliosën atë mujt së në barë, e du të me menu dhe parat pak. Shiko pejgamberi sa më ka thonë, ama umeti amun e ma. Illa khtara e i sara huma. Thot Aisha, veç e zgjedhë të matletën, jo për veti, për tije ka zgjedhë matletën. Por që e mu pejgamberi alayhi salatu wasalam vëzër, thot hadith, laula an ashqa ala ummati, me kanë që aranoj umetit tem, çdo namaz i kisha urdhnu, lani dhamë me misvak. A mundesh me paramenu me na pas bo farz. Sikur abdesin shka e ki para namazit, edhe mi la dhamë para çdo namazit. Apo, a mundesh me paramenu për shembull ato që i lajnë dhamë një herë në javë, një herë në muj, një herë në vjet. Ka dikush për shembull kursi ka la dhamë. Ka njerëz, apo, tash paramendo ki me pas 5 herë ditë farz. Dhe dhamë 5 herë ditë millar, po.
Për këta çka thon, ama shiko sebepin pse e kanë dal. Mos tiranoj. S'ne bën. E mira shumë, s'ne bën. Shumë gjëra, andaj thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu taala. Shumë njerëz nuk mund ta bëjnë më të mirën, e bëjnë të mirën. Vini re. Shumë njerëz të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta bëjnë më të mirën, por e bëjnë të mirën. Për shembull, më e mira me fal namazin në xhami sabah, me sunet apo edhe me farz, edhe me dal me prit namazin e errët. Më e mirë se kjo cila vëzër, me pas falë pak namaz natë. Ala më e mirë kjo. Apo edhe me dal me fal namazin në xhami, më e mirë se kjo është edhe natën me dhon pak sadakat të shkon në xhami, e mos ani me shkon në xhami. Kjo. Sa dush mundesh me rrit më mirë. Mirë, po tura çka thojna? Por shumë njerëz thotë në xhami s'u ndal hoxha, falet e shtëpia vëlla. Apo njëri thotë unë as të shtëpia s'e falin vakt, hiç s'e falin. Çka i thojna? Ani me falë ku çosh. Tash njëri që e nin këtë versionin e tretë, thotë a ban edhe çështoa. O s'ban, po ç'ki ato mujt. Ai të kuptoj se ki ç'as ato mujt. Andaj e mira, sikur që ka lartësi, ka edhe stres. Shkon prej lart edhe poshtë. Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, shumë prej njerëzve nuk mundën me bëj më të mirën, e bëjnë të mirën. Apo, më e mira mi falë edhe farzët e sunetit. O më mira mi falë edhe veç farzët. E mira, më e mira mi falë edhe sunetit. Më e mirë se kjo është edhe, për shembull me falë edhe nafile shtesa. Më e mirë kjo s'ka fund. E këtu vëzër besimtari duhet me pas parasysh se të vërtetat shpesh herë kanë mundësi me qenë të rana për një njeri. Andaj shpërndan ato. Andaj ti isha për shembull plot për njerëz vëzër. Edhe shtetet. Pse krijojnë aleanca? Pse krijojnë për shembull Unioni 10 shteteve, 20 shteteve, 30 shteteve. Thotë, "Qyre, e kena një problem, s'na më menja që çesna vetë këtë, në selamet. Apo çka ban? A bojna bashkë." A e dajna bashkë. Kur të ngucet ti dikush, edhe mua më ka nguc. Kur të ngucet ti mua, edhe ti të ka nguc. Apo, siguria ime është siguria jote. Lëvërdia ime është lëvërdia jote. Por çfarë bëjnë këto vëzër? Se s'mund ta bartin vet. Apo, e ti e shef sot vëzër neve muslimanëve na kanë bind si cëllit, ti vet vëlla, ti he përgjes për 2 miliard muslimanë. O më insan. Vojza për sultë Tomasin i drejtuar. Sultë Tomasin i drejtuar të më vol për 2 miliard muslimanë të më dhon udhëzimet çka do të më bëj ummeti. Kjo në rregull ti kur fol për ndërsien, po kur nëse don ti më konkretizu këta, ajo del shumë bajat. Mos politiz nuk ngon, mos ki përgjithësi, mos ki ekzekutiv. E mos më fol të ditën. O nuk shkon llafi, nuk ta merr kurkush. Andaj shikoj pejgamberi alayhi salatu wassalam për sicilin vakt ka kallzu. Por çoje çat mana çka mundesh me përçue. Por çoje çat mana çka mundet me përçue. Yusufi alayhi salatu wassalam kom pejgamber, e kanë fut në burg. Pejgamberi o vëzër, a duhet me përçu këtë mesazhin për këtë njerëzimin që ka kanë atë vakt, a duhet më fol veç dy vetave? Jo, duhet më fol këtë njerëzve. A më Yusufi nuk i kanë dalë mend, ka thonë, unë di kam shtu të bi foli. Shtu të bi foli. Atë ka nisë më fol atë në vetë. Ka thonë Allah i kështu pejgamber, ja ka nisë më shpjegoj Islamin, tauhidin e kështu me radhë. Por çfarë arsye? Po unë thash që këtë mundësi e kam. Kur dalë baj mundësinë tjetër. Andaj besimtarët vëzër nuk duhet me ngarku veten me ata që Zoti se ka ngarkuar. Kjo vëzër është ajo që kanë dhënë dietarët në fjalën Allahu te bareke ve teala wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Gjithashtu vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar sahabët në hijen e këtij ajeti. Çfarë ka thënë vëzër? Ka në hadithin Imran ibn Husajnit se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Ka thënë alaihi salatu wassalam njerëzit më të mirë janë brezi jam. Pas tyre vijnë ata që vijnë pas tyre. Dhe pas tyre vijnë ata që vijnë pas tyre. Domethënë ka tre gjenerata. Ka një transmetim tjetër se pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka përmendur gjeneratën e katërt, mirë po kjo hadith, kjo pjesa e katërt është e diskutuar në mesin e ulema, ndërsa për tri është e pajtuar se i ka lavdëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse e ka lavdëruar vëzër? Edhe pse ana al-musanena. Domethënë, nëse thonë kështu, pse s'ka thënë pejgamberi brezi jam më i miri, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre, çtu kanal. Po, pyetja është këtu, pse s'ka thënë ata që vinë pas tyre, ata që këtë muslimanë, o këtë po folën për musliman. Pse s'na ka pru dërtëna?
Në njërin si ajetit e kupton: "Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata wa qutila qalabtum ala aqabikum." Muhamedi sa nuk është tjetër posi dërguar, para ti ka pas shumë të dërguar, e nëse vdes apo vritet, a e lini rrugën e tina, ai i cili e lën rrugën e vet, Allahut nuk i bandam asgjë, Allahu i shpërblen bamirësat. Pse e ka ndal te treshi? Për këtë kuptim o vëllezër. Sepse brezat që do të vinë pas brezit të katërt u vështirësohet domethënia e të vërtetës dhe kalon dhe shpërndahet pak më larg, pra shtrinjet pak më gat dhe brezi prishet. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tabiinët, çka i bie tabi? Ky çka e ka ndjek sahabën, ky çka e ka ndjek tabinin. Këto tri gjenerata për shkak afërsisë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe burimit taze të shpalljes e kanë bardh vërtetën më të freskët. Tu kalu koha, ka nis muzbe. Ka ardhe vërteta, po tu ka duk si ma larg. Apo ndryshe e një nëzarin kër e ki live, ndryshe kur pak ma larg. Para më no, krahasoje hapësirën kohore me hapësirën toksore. Sa ma larg njeri, se me rvesh, i thu, ma nga ta e s'pak, sa më të më rvesh. Ta shpara më në kushtrijet zamani, njëto. Fillon edhe, nuk qartësohet. Për këtë asyjo, lezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se vazhdon një grup i umetit tim në të vërtetën deri ditën e Kiametit. Pse e ka thonë kështu? Pse tri gjeneratat i ka përmendur breza, komplet gjenerata, komplet brezi. Kur e ka ndalë të treshi, ka thonë vazhdon një grup i umetit tim me të vërtetën, sepse bëhet pastaj individuale. Pastaj dikush e marr një pjesë vërtetës, dikush një pjesë vërtetës, dikush një hak këtu, një hak këtu, një hak këtu dhe shpërndahet. Andaj Imam Nawawi rahimahullahu taala dhe Ibn Hajar al-Asqalani dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu dhe nga të parët për Imam Ahmedin. Kur janë pyet kush është grupi i shpëtuar ky, Taifatul Mansura, grupi i ndihmuar, ka thënë nuk ka një njeri, as nuk ka një grup që e kuptohet, ka thënë janë njerëz të devotshëm besimtar të cilët jetojnë me kuptimet kuranore dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam të shpërndar në kategoritë e muslimanëve. Disa prej tyre janë ulema, disa prej tyre janë hafiza, disa prej tyre janë të devotshëm, disa prej tyre asketa, disa prej tyre njerëz të cilët hajnë nga halali dhe rrinë nga të haramit, disa prej tyre bëjnë ibadet, disa prej tyre luftojnë etj prej njerëzve. Pse ndroi tash muhabeti se u ka bëj ashpër vërteta, andaj marrin njerëz sa kanë mundësi me e bëj. Dhe kjo vëzhgjosh për asaj çka e kanë përmendur dietarët në kët ajet. Mu për këtë arsye vëzhgjer, në fundin e këti ummeti në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që ka qenë në fillim, se bardhësit e të vërtetës duhet që tua mësojnë njerëzve të vërtetën dhe jo tua mësojnë vetën. Dhe tua bëjnë të qartë në mendjet e tyre se ajo e cila është e rëndësishme për të mësuar është domethënia dhe jo bardhësi, sepse shumë prej njerëzve vëllezër mundohen me e bë vetën të vërtetë. Andaj ti është plot për njerëz, për shembull, nuk të matë me të vërtetën, të matë me njeri. A je me këtë? Po, u kri. Domthon, aty matematika këti shkon në rregull. Apo, çush është kjo? Për shembull, nëse një njeri kështu thot, Ebu Bekri o njeri mirë, Omer o njeri mirë, Othmani o njeri mirë, Ali o njeri mirë, sahabët janë njerëzit mirë. Njerëzit mirë. A e ban këta që në rrugën e drejtë? Jo, ala, se ban rrugën e drejtë. Pse? Ky veç ato thonë Ebu Bekri o njeri mirë. A e di këtë domethënien me të cilën Ebu Bekri bëhet njeri mirë? Apo? Dhe këtu vëzër bëhet dallimi mes qafirave që e lavdrojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe besimtarit i cili beson në pejgamberin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A e di sa pa besimtare ka lavdruar Muhamedi alayhi salam? Numër 1 ndonjë është për lavdrat Muhamedi alayhi salatu wassalam. Wa rafa'na laka dhikrak, na ta kena ngrit ti namin ka thënë alayhi salatu wassalam. Sa nëse na mundson Allahu te bareke ve të përmendim një varg fjalë të cilat i kanë thënë të huaj, to jo muslimanët për pejgamberin sallam. Ato fjalë miradie, madhruese, lavdrata për pejgamberin sallam, asnjëri mbi tyre se ban musliman. Pse? Sepse ka lavdruar me anë të pejgamberit sallam, por nuk i ka besuar si pejgamber. Andaj kur ti e ban të vërtetën X dhe Y filanin, edhe i mat njerëzit se ky suqet me kët, domosdoshmërisht i vjen me kanë me të vërtetën që të ndrojnë shumë për çështjeve. Pse vëllazër? Sepse ti sheh pastaj njerëzit kur ta urrejë të njëjtin, i urrej në domethënë çka ja ka mësuar.
E ndodh, për shembull ti thot, plot për njerëz thot, jo që kjo punë nuk ban, pse? Se filani e thot. Keq perceptimi për filanin e ka ba me thanë edhe filani, meselën e ka gabim. Po kjo është shumë gabim. Më për këtë asyllë dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, njëra prej ballafaqimeve me paganët, cila e ka pas, me çka është ballafaquar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hap në surën Al-Furqan. Surja 25 në Kur'an. Na tregon Zoti jonë te bareke ve teala për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam se cila ka qenë pengesa e paganëve që mos ta pranojnë të vërtetën. Po çka temë që na të fol. Ndarja mes bardhësit dhe mesazhit. Ndarja mes të vërtetës dhe kallopit ku vendos e vërteta. Vini re vëzër. Në surën Al-Furqan, nëse surja Al-Furqan është surja e ndarjes. Surja e cila ndan të vërtetën nga e pavërteta. Mirë. Njëra nga paqartësitë apo kërkesat e pamundura apo absurditeteve të kurejshve apo paganëve në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cila ka qenë të vërtetën nuk mund ta bart një njeri i cili ka kallopin e dopt. Që i bie çfarë? Se nëse që kjo është e vërtet, sipas atyre, Kurani është i vërtet, atë do të më bajt janë me laçe. Ja dëni e kanë para minut diçka jashtëzakonshme, nuk mundet një njeri thjesht që hap bukë si na si pi, ai më bëhet vërtetën. Pse? Sepse nuk kanë mujt me paramendu se e vërteta vjen në kallop insani. Apo bardhë si ti është insani. Dëgjoni në Kur'an. Thot Allahu te bareke ve teala në ajetin e 6, pra surja 25 në Kur'an, surja Al-Furqan, ajeti i 7. Ti kalon drejt te ajeti i 7. Thot Allahu te bareke ve teala, wa qalu. Nëse vini re gjithmonë kur ta lexosh Kur'an, wa qalu nalu. Se Allahu kur thotë kanë thonë, ta dish se çështu menojnë ato. E ti mos ani dush murujt për çësaj mendësie, se ç'kjo mendësi ka bëu ato qafira. Që Allah pse na thotë dhe than, ata than, ti thuju kështu. Gjithmonë kur ta lexosh Kur'an, wa qalu, than ata qafirat, nalu ka dalë prej pak. Edhe shkruaj, këto çështu menoj kanë. Ruju mos menoj si ata. Sepse mendimi i tyre në çka çështje ka bëu qafira. Dëgjoj çka thot Allahu te bareke ve teala. Wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq. Çfarë pengesa ka pas? Kan thon qafirat. Dikush thot po kush këtu ka thon qafirat në tefsir o vëzër. Apo tefsir. E dyta, se kjo nuk mund të më kon, se kjo fjalë batilja. Se këtu nuk shkruan Kur'an ka thon qafirat. Veç kanë thon. Pa arabi e di se çto kanë thon ata, çka kanë mohuar. Kanë thon pa besimtarët. Çka puna këtij pejgamberit? Çka është ashtu janë do bëu muhabet. Çish mundet që më ka me pejgamber? Janë do bëu muhabet mes vetë. Muhamedi pejgamber. Ja, nuk ka pejgamber. Mirë, pse nuk ka na pejgamber? Vini re vëzër. Thot Allahu te bareke ve teala. Ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Kanë thon, ki po ha buk edhe po del në pazar. Problem. Po ha buk edhe po del në pazar. Do më thonë, po ha buk i bje që insan si na. E tash, shiko, ata e kanë paramenu, dërsa ki ha buk, edhe thot Allah im ka bo pengamber, këto të dijat bashkë nuk vinë. Mirë, nëse thot dikush, e pse e ka bo Zoti, as ka mujt me bo një pengamber buk sa heq, ka mujt. E kishë bo një pengamber, i cja atë buk. Si me laqën, me milion Allah u gjë, veç Zoti e di numrin e me laqëve, nuk hajnë buk, nuk pinu, si duhet kur gjo. A ka mujt me bo, dhe e ka përmen Allah suna e Araf, se na mujna me bo pengamber me laqe, po juve si për shtatët. Mirë, pse ka bo pengamberin me hangër buk? Për shumë urtësi të shumë të që kemi përmen, që tjetë maj përshtatëshëm në ndjekje, që ta dina se për shemull që shqibje, na si insan me ndjekë të vërtetë kur e shojmë kallopin e insanit, kjo na e lecon neve, por njëra prej manave cila o vezër, sepse Allahu ja ka dëshiruar se njerëz ta marrin mesazhin e pejgamberit selam dhe ta dinë që kjo njeri. Ki kur ato hangër buk o njeri, ama kur thoje të vërtetën e ka të vërtetë. E ti merja të vërtetën. Ti merja të vërtetën. Dhe kanë thënë ecë në pazar. Po çish mundet ky me kanë pejgamber, ky del në pazar edhe thot, a ka mundësi me ble këta, ata shes këta. Dhe kjo kanë thënë, kjo është e met. Nuk mundet pejgamberi me kanë çështu. Dhe pastaj kanë thënë, laula unzila ilayhi malakun. Këto për sosmorit
këto lartësit të cilat i kërkon insanit te tjetri, shpeshar bëhen pengesë nga të vërtetat. Pse ki ka thënë, pse se ka dhe një melek që i hec me ta bashkë? Apo, e këto melaqet këto, e po këto që këto melaqet, të sajnë bukë, të spinë ujë, që këto si me konë melaqe, po lipin melaqe. Andaj ti ishe plot për njerëzve, thotë unë s'kam merak, ki kështu me bo, kështu me bo. E ti? Ja? Hoxha du të më konë kështu, i nëna, aj, gjematin nën kushte që du të më konë hoxha. Ku ki pave ti kështu? O por hoxhalart ka nu hoxhalart kushte. Du të shmonesh me nu kushte. Dhe njëra për prapsive të ti zamani, ja, gjemati me të kalzu, hoxha s'du të më konë kështu. Kusht ka thonë tije? Kusht? Pika e bartë e kitë dhe më thanje. Ti edhe nëse e dhunit vërtet, ti pini hoxhës e ke marrë, se në kalëp ka heca jo. Apo ti nuk mundesh. E tjetra ma problematika cile se vëno në kushte utopike, çka i bie? Ai vënon në kushte mos tjetë ke kështu, ja hek këtë metat njerit. Po ç'mund të më konë ashtu losa zvetësie ti çashtu. Ti zvetësie. Kërkon diçka që ti nuk ke mundësi ta zbatosh. Ai s'duhet as këta me bëas, ata me bëas, apo konopin het, çka që të zgjidhë vëllai që do lip ti. Ti të thon hin konop. Por këtë arsye besimtari duhet këto me hekbir rrime se presioni i madh. Njerëzit nëse lipin, nëse i shkojnë njerëzve që lipin, kështu që kanë lip. Ka thonë si dush me të besu se i pejgamber në të ecën një melaçe me tije. Allah i ka mujt me çuni melaçe, ka thonë jo, se çoj këtë melaçe kështu. Pse? Kërkesë kët. Kush ka me lip me melaçe? Qafiri po lip melaçe. Thot Allahu te bareke ve teala. Fa yakunu ma'ahu nadhira. Si doje kimi besu që janë pejgamber, le ta kenë edhe melaçe nga vetit, atar na i besojnë atij që janë pejgamber. E kanë kushtuar. Thot Allahu te bareke ve teala, au yulqa ilayhi kanzun, au takuna lahu jannatun ya'kulu minha, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mash'ura. Kan thënë qafirat thot Allahu te bareke ve teala, ose apo ki bëj njëri kur ka mohabet, ja be nuk ka ki pejgamber. A di shka? Si dush me të besu si pejgamber, mos ha buk. Tjetra mos din pazar. Tash po mohabet goja s'ka asht. A di shka? Ka thënë a di shka? Net na i bere do pare. Pare. A do me të besu si pejgamber? Nga bere do pare. A u kenzun, në të bere një thesar are, ata remenojna. Pasaj kanë thënë, ose në ta ketë një kopsht të madh, ku ai sa her hazër ka me hangur për qati. Edhe na këshirë a pejgamber ajo. Thu se këto e nojnë kushtin e pejgamberit. Thot Allahu te bareke ve teala, wa qala adh-dhalimun. Shiko, dhe thanë zullumqarët. Kjo zullumo, kjo është zullum që ka i të kërkuti. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Thot Allahu te bareke ve teala, thanë qafirat, zullumqarët. I thani muslimanëve, ju jeni të ndjekni njëri të bom se hire. Ki nuk ka pejgamber, po këti i duket se ka pejgamber. Hasha wa kella. Hasha wa kella. Thot Allahu xhelle xhelalu, undhur kayfa darabu laka al-amthal. Këshire çfarë shembullit bin tije. Çfarë shembullit bin tije? Fa dhallu fala yastati'una sabila. E kanë humb rrugën e nuk është punë me e gjet rrugën. E kanë humb rrugën e nuk është punë me e gjet rrugën. E tani vezën hijen e këtyre ajeteve. Edhe tash kthehemi tek fjalët e Allahut te bareke ve teala, ma Muhammedun illa rasulun, nuk është Muhamedi alayhi salatu wasalam pos i dërguar. Atëherë vëzër, pse ka lejuar Allahu subhanahu wa taala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë njëri që han buk, që del në pazar dhe që jeton si njerëzit. Vini re, kjo është tani, që të vendoset në shpirtrat e njerëzve se yrneku edhe modeli i njerëzimit duhet të jetë me cilësi të cilat janë të ngjajshme si ta, që mesazhit shkon më lehtë dhe që ta ndajnë në mes asaj se çka është e vërteta dhe çka është bartësi. Pra qëllimisht e kalon, ha buk, del në bazar. Pse? Le ta ndajnë ato mes vërtetës edhe tije. Këta e bën Allahu qëllimisht. Del në bazar, ha buk, bani punë që ka i bojnë këtë njerëzit. Për çfarë arsye? Le ta ndajnë ata mes vërtetës edhe tyje. Më për këtë arsye vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte mësuar dhe i kishte adoptuar shokët e vet, të cilët i kanë besuar se pejgamberi alaihi salatu wasalam është i barabartë në njerëzorën e tyre. Unë jam barabartë. Andaj ka thonë, unë e ha mish, çish hani ju. Unë e ha buk, çish hani ju. Unë e martona, çish martoni ju. Unë e flen, çish fleni ju. Pse i ka thonë këtë vëllezër?
Pse? Dikush thotë kështu, as ka mujt me ra pisinit. Jo. Kjo nërzo, unë jam njeri si ju. Unë jam njeri si ju. Mirë po jam pejgamber. Shko, këtë këtë gjërat e holla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ua ka mësuar njerëzve. Mu për këtë arsye vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dilte nga ajo madhështia që rrin mbretnit në ta, për çfarë arsye? Dhe nuk e pengonte vetveten prej njerëzve të rëndomt, në mënyrë që njerëzit adaptohen me të vërtetën, qoftë edhe në syrete që nuk duken të mëdha. Për shembull vëllezër, për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mundsi njerit nuk udhë i kallzoi këtë diçka. Ka mundësi me fëmijën nuk ka dalë. Ka mundësi me një fukara ka nejtë. Pejgamberi sa më ka thonë, unë kam merak me hangër buk që ha buk robi. Pse? Që ju ta ndanit vërtetën dhe mes asaj që ka e vërtet vetë veti si mesazh dhe asaj që ka jam une. Mu për këtë asyllës të dëgjën e këtë hadith edhe pastaj e përfundojnë, ndërsa tema nuk përfundojnë, dhe shumë e madhe. Dëgjën e për shemë vëzër sikur si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ua shpjegon të njerëzve se unë jam pejgamber, nuk jam mbret. Unë jam ardhës dhe komunikues me një të vërtetës, po nuk e kam kriju në atë vërtet. Ajo është e Allahu subhanahu wa taala. Andaj të sheh për shembull vëllazër se kur ka ardhur njëri prej arabëve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Adi ibn Hatim. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur që ka transmetuar Ibn Sa'di në tabaqatet e tina dhe Ebu Nuaimi në librin e tij Hilyatul Awliya, se një ditë për ditëve Adi ibn Hatim vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe para kësajna Adiu kishte dëgjuar shumë lafe të këqija për pejgamberin alayhis salam. Dhe ka kriju një mana jo të mirë për pejgamberin alayhis salam, mi por nga e dëgjuara. Prej poezive, prej lafeve të rana, shumica të këtyre lafeve vëllezër, prej rahmetit Zotit dhe madhështisë që ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam, nuk ja ka rujt pejgamberit alayhis salam një numër të madh shameve. Pra, në kohën e vet, shumë njerë ka shoh pejgamberin alayhis salam. Ajo kështu. Një pjesë është rujt që të jetë i bret, po një pjesë e madhe nuk ka rujt. Apo? Nuk e di një që kanë thonë. Adiu ka dëgju Muhamedi kështu dhe fjalë të rana, dhe ka kriju një fotografi jo të mirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vjen te pejgamberi alaihi salatu wassalam, edhe kur vjen në xhami e gjen duke u fal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot pejgamberit alaihi salatu wassalam, un kam ardh nga kodrat e Tajit. I thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, kush je ti? Thot Adi ibn Hatim at-Tai. Adi, baba i tij ka qenë shumë i njohur. Edhe pejgamberi alayhis salam ngritet për me shkuar me ta të shtëpia vet. E marr si mysafir, hajde që ka marrë ti, hajde shkojmë të shtëpia. Rrugës e nal një gruaje. Thot prit pak e Rasulullah se më duhet diçka. Edhe pejgamberi alayhis salam ndalet me ta. I thot Adiut prit pak, se kjo gruaje pas ka një hall. Edhe e ma gjatë ajo. Jo kështu, jo ashtu, ja ka zonë jo dertën, ama e ma gjatë. Dhe Adiu e këshir. Shkon se tani çdo bëhet ai filteri. Çdo bëhet ai ndarja. Ka dalë, ka thon, ki mu kam mbret, kish jam mundson krej gruaje munal. A mund të para mund të kreator më thon, nalë pak çto. O ai ki vogël me 30 kera. Nalë vetë rip keri, për të folmit të tij. Kush nalë vëzë? Snalë. Ti çdo aspin nga. Ti di kush sillet, apo ti dush me fol me 50 sigurima, me më thon, a ban veç një përshëndetje ashtu. Pse? Si janë faraona ato. Janë faraona. Ata jetojnë për madhështinë e vetvetes. Ata mundohen me kallëzu hinitet vetë. Unë jam Zoti ai. Aq ata do më thon. Apo, aty vjen marrës në shpirtin e tyre, ata thonë se jam lajna Zota. Jo rastisht faraoni ka kon, Azgane ka thon, ana rabbukumul ala. Unë jam Zoti juve. Kto janë asi Zota të vogël që e menojnë veten, e janë frikacak. Su ndal me thon, unë jam. Andaj ti shëra për media Zoti filani, ha? Kishte edhe me etika të folurit. Çish be etika të folurit Zoti filani? Çish etika të folurit? E pasaj këta shka i thonë njëri tjetrit Zoti filani, thonë Muhamedi ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Thonë lloj hipokriti e çobani i bëhet Zoti filani apo Muhamedi. E kur u bë Muhamedi mos më thonë salavate, zotria i njerëzimit, e pastaj për të lifarnjeri ki Zoti filani, çish Zoti filani. Mirë po këta e kanë një lloj firaunizmi të fsheft në zemrat e veta. Adiu tash po e pastron trunin. Ka dalë. Mu më kanë kallëzuar që të shka për këtë njeri.
Kur e nali kjo gruaja, tu shku në shtëpi. Apo, edhe u nal me këtë gruajen derisa thot transmetuesi fa waqafa ma'ha tawilan, u kanal gjatë me atë gruaje. Ajo tu thon, më duhet çu bash, çu më kam këtë problem, ashtu. Atëra ka filluar me mendue çfarë? Ka thonë në vetveten e vet. Ka thonë ky njeri nuk ombret. Dhe ky pas ka mesazh. Sa ai ka s'ka mesazh, vëllezër, nuk nalet me atë gruaje. Ai ka e madhnon veten, nuk nalet me atë gruaje më në çasgat. Atëra e shef se si ka qëndruar gjatë, edhe e ka ditë se të e ditë se unë jam zotnia i kabilës teme, për një gruje të Medinës nalet edhe mle mua. Shamun ishte para nuk kështu, dhe një krijetar e ka zatet një krijetar tjetër. Apo, edhe kanë takim. Një krijetar i shtetit me homologun e tij, ke po? Ato fjalimet e zmadhuara, homologun. Do më vale kushaki, me çiftin e vet, çiftin e vet. Faraonaj. Homologun. Rregull. Para më tash njani më thon, prit se çaj fëmia që ti nali pak. Është thotë, "Çu ishte apo kjo protokoll mora ka këtu, o ti ka dalë. Protokoll na kena këtu." Pejgamberi s'ka pas protokoll edhe. Se protokollet janë për me madhnu vetveten. Pejgamberi sa vesh një mesazh ka pas. Ta mësoj njerëzit Allahun xhelle xhelalu ti bëni ibadet atina. Qoftë edhe në udhë me mnal. Kudo që unë çket mesazh e kam unë. Andaj ka thënë ki zotni krijetarit fisit vet. Prit ka thënë pak. Ani prit pak, çka gruaja ashtu si punë mësoni vije. Andaj i ka thënë vetveten, "Wallahi ma hadhihi bi sirati malik." Ka thënë vallahi që shtu mbretnit nuk bajnë. S'ka me krijetarit nalet në udhë. Nuk nalet në udhë, e çkel me kërë nuk nalet. Atëra ka filluar me ndaje mes pejgamberis, mes njerëzorës së tij dhe mesazhit të tij i cili është pejgamberia e tina. Atëra e ka kryer me atë gruajen, edhe ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Adiu, hynëm te shtëpia e vet. Adiu vëzë sahabi, që ka pranuar Islamin fon. Ka hyrë te shtëpia e vet. Edhe thot shkum te pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, e pas një karrike më të lartë kur kanë. Pejgamberi ka pas shtëpinë shumë modeste vëzë. S'ka pas të na për shumë ekip për 10-30 veta me ulat. Jo, s'ka pas. Ka pas një vet në dy. Shumë shtëpia ka sot ka disa portetizime që ka mundësi me parafruar që duket shtëpia pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe thot e kish pas një vend pak më lart me një jastëk pak më të butë. E mori jastëkën dhe më tha ulu ti këtu. Unë i thash jo, ti ulu këtu. U ka ul vetë më poshtë. Atë e kanë ngrit më lart. Apo, a mundesh me shku te mbreti? Te krijetari me thonë, dil ti për çaj zilës, veç për pak 5 minuta tunë edhe. As 5 minuta, as 1 minutë. A ka mbret që ka thotë, veç ta shëbesh çfarë karrikja, hiç se shet, thotë hiç. Jo mbreti të vëllezër, jo krijetari, jo kryeministrit. Po administrator me letra ban, penziat me i ban, thotë ja. Te veni jam jo. Veç ta shëbesh çfarë karrik, hiç. Pse? Se këta e adhurojnë karrikën e vet, venin e vet, postin e vet, apo derisa ka deri ta gjuje si mbetje. Pejgamberi sa nuk e ka pas gale a ulën në tokë. Ka thënë unë po ulën në tokë të ulën lart. E tash adiu ka nis filteri. Ka dalë. Po më kanë thonë që ki demek se ban mall kërkan e kështu me radhë. Atëherë thot pejgamberi, thot Adi ibn Hatim, thot farama biha ilayya fa qala ijlis alayha. Ja ka dhënë jastëkën manal, ka thonë ulu këtu. Fa jalasa ala al-ard. Dhe vetë ullë në tokë. E ki që ka ullë në tokë, o dhe zërë, nuk bartë me veti madhështit vetës. Andaj ti shef njerëzit se pak nëse e ka statusin nalt, edhe një herë s'ja përmen emnin me status, dijavës fle. Filani muhe s'ma përmeni titullin. Apo, por shemë, është hoqë, thire me emën. Një dijavës e zëgjumbi. Ku mësube, thot për këtë punë ti. Profesorit thujti, filan, ku ibe? Apo, edhe pse na nuk po thojnë atë dimi thonë, sa jo etik, nuk ka edukat. Po folme të shpirti këtina. Apo, ose me lanë dikun kadera. Kjo amete më në bëhat. A muni me pa ju për shemull krijetarin me kamermanin të krijetarin. Së muni me pa këta. Shiko i dërgumi Zotit. E ka thira, edhe e ka di që ka silën krina adijut. E ka di që ki ka një lafesh ka s'duhet. Ka thonë, unë e ullën tokë, ti rrik të në karrike. Që t'ja theje kreta që ka mundësi mu bo penges për me pranu fejën. Sepse pengazon dhe veç gajtën e ka pas të pranojit vërtetën. Tirat këti i te kalojna. Atare pengamberi a.s. Atare i thot Adiu, jo, unë s'du mund. Ka thonë, le të zhlisën në Ali. Jo, ka thonë,
ti ki mula ti. Thot derisa thot Adiu nuk ka pas ftyrë që e kam urrejt ma shumë se pejgamberi alayhi salatu selam, dhe kur kam marrë te ai mu ka bon njeri ma i dashur të tokës. Se vëzërajnë s'ka madhnu pi vetës vetë kur gjo, se ka shëntru vetën e vetë, me gjithë se kër e kanë pyet njerëzit cili o njeri ma i mirë, se kanë polemizu njerëzit, ka thanë ene se jidu veledi Adem, ka thanë unë jam be njeri ma i mirë, wala fakhr, ama jo mu krenua. O bëjo kazojve si informal ta kini, se unë jam vule e pejgamberis njeri ma i mirë, jo për të krenua. Apo, a na vëzër, na dhojna, unë jam ma i mirë, ama ajri inshallah. E lishtë, o e ndërun, po ti qëta e beson be, por sta edhe ti i vogël. Na pse i na të veqëllë vëzër, se na besojnë a madhështine vetës tonë. A mu që përruti sa e zë vetën të madhë, a mu që përna menduhe, i dërgumi Allahit ma i mirë njërzimi të kanë. U ka ullë tokë, ullë ka thënë të këtë. Thot Adiu dhe pastaj nuk ka pas njeri që e kam dasht ma shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe zër pejgamberi alaihi sallallahu wasallam shpesh herë për të nda mes mesazhit të tij dhe njerëzorës së tij çfarë ka bë? Ka harrua. Andaj ka thënë hadith, inni la ansa walakin unassa li sunna. Ka thënë alaihi sallallahu wasallam, unë nuk harroj, po ma mundson Zoti me harru që të t'ja u baj model. Një ditë për ditëve transmeton Alqameja nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an se e ka fal namazin pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ka shkurtu pi recateve ose ka shtu. Edhe mas e ka fal, i kanë thonë ja Rasulullah, e falem namazin bashk, ama ja u shtu, dishka ja u paksu, se nuk ka si namazet tjera. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai ka thonë jo unë jam pejgamber, jo unë s'moj me arru, ja, se ka diqo njeri. Qëfar ka ba? Thot transmitusi, fa qame nëbiju sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qibla wa tawajjaha fa raka'a rak'atayn thumma infetala ilayna fa qal. Ku gjës ka ba? U ka kthi ka kibla, ka vazhduar, ka plotësua, edhe pastaj u ka kthi ka këta. Shikoj vëllazër, sa e thjeshtë kur ti thjesht e merroj në sambeje. Na kiametin be e bojna me thon dikush, o vëlla, çatare para një 5 vjet pa të gabue. Kush ka gabu? Kush ka gabu? A e di vesh ka bo? A e di vet shit hapat marrë lip njëri, beri hapa. Beri zëm, ja shika fol ka ki thot. Kam gabu thot unë. Shiko vëzër sahabët i kanë, ja Rasulullah, a e makso, a una, shiko, a e kom pejgamber, e kanë diqis bespallë, e kanë thonë, a u mangësu namazja? O të nasu ka mangësu, asë se kam shtu. Pashaj, që ka do? Atër i kanë thonë, po ja Rasulullah, se i mangësove në rëqatët. Pra, numri kalzon. Atër e kër i ka pyt e Bubekrin edhe ato ka thonë, a qështu? Ka thonë, po qështu. U ka këthi ka kible, e ka shtuë, e ka plëtsue, edhe pastaj shka ju ka thonë? Ka thonë, innama ana bashar. Edhe unë jam njeri. Ensa kema të nësaun, harroj, qish harroni edhe ju. Pse ja ka liju Zoti me ndodhë që kjo? E mirë, mës me paskon që kjo, të pejgamberi selam, kur ti harroj unë e direqate, shka të baj? Unë ishta shumë let e kam, e dije. Veç ishte e direqate, se visejtë edhe u klima veti. Se e di që ka bëhaj, paramenaj kur mës me pas harruë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë prej rasteve ndanë të mes besherijës së tina, njërzorës së tina, gjaku dhe mishit të ti si njeri dhe mesazhit të ti. Namaz jetë namaz. A jahuqa unë është ashtë po jahuqa, që a e plëcoj. Ama namazi prap të alloja 4. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha, a di shka, mas e fara është ashtë di, në tjetë di. Jo, e vërtet as ndronë. Ajo prap në du të me, edhe pse janë pejgamberu, prap du të me pru qështu që ka lip Allahu. Për këtë arsye o lezër, ne, rezumeja, du të vazhdojmë, me lenë Allahu të bare kjo e tala. As mund shtojmë nga e vërteta, as nuk mund të paksojmë. As nuk muna me ngjyros, as nuk muna me e abuzue. Po mund në sytë e njerëzve të bëjmë qështu, ama ajo jetë qështu. Por shemë lezër, para menoj një njeri 300 vjet me fol për që këtë tasin, 300 vjet libra, vullime, apo tonë, edhe të mundu me pru prova se që kitë tasi për shemull a diamant. Edhe njerëzit mungullit në krije, a i tasi, a i diamanti, a i tasi diamanti. Edhe vjen për shemull një njeri cili i njef, apo gjëhrorët, i një mineralet, i një ekujt, i një kitë i din më argentin, edhe i thu, që kjo diamanti? Që diamant, beta shë? Apo diamantive, ti e ke rujt 300 let për diamant. A i venë thot, jo, nuk kanë diamant. Kjo në qelq, tas. 100 denar pazar. Në Turki 10 denar. Në Kinë ku me ti 2 dinara.
Jo më diamanti ka vlerë. Nuk e di të çka kanë thonë, po kjo taso. Që shtojnë vëzët vërtetat, nuk ndrohen. Qilla jetë qill, toka tok, dilli dill, ana an. Pejgamberi sa vjet pejgamber. Andaj duhet besimtarit të rreshtohet ka e vërteta. Për çfarë arsye vëzër? Se sa më shumë që largohet ka e vërteta, munimi është shumë i madh. Thot Ibn Hazmi rahimahullah, nuk ka njerëz më të mundimshëm që kanë siklet në dunia se sa ata që nuk kanë harmoni me të vërtetën. Në nuk kanë harmoni me të vërtetën. A do vëshim ti para mëno, edhe gjumi çka e bën si gjum. Sot e kanë zbuluar shkencëtarët, atë çka e ka vërtetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E çka e ka përmend Allahu xhella xhelalu, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha, wa ja'alna al-layla libasa." Na natën e kena bën me flet, e ditën me gjallënua. Shkenca çka thot sot? Nuk ngopët njeriu derisa të fleje natën e të gjallënojë ditën. Me flet 15 sa ditës, nuk vinë së ndoshta sa 2-3 orë të natës. Pse? Se i ti shku kundërt. Apo, do në dilli u ka hek që ti me flet. Çka bojnë njerëzit? Apo, po ta natën në knaq. As natën së në knaq, as ditën së në ngop. Se i ti shku kundërt të asaj që ka bëu Allahu te bareke ve teala liç. Andaj vëzër, në hije këtij ajeti, "Wa Muhammedun illa rasulun." E mësojmë se e vërteta është në domethënien e veta, në qenjet e veta, në gjërat të cilat Allahu subhanahu wa taala ka krijuar dhe bartësi vetëm i komunikon ato dhe i tregon ato dhe i kallzon ato. Andaj muslimanët vëzër duhet të ndanë mes asaj e cila quhet e vërtetë dhe mes asaj edhe atij i cili e tregon këtë vërtetë. Do të bëjmë edhe argumente të tjera me izin Allahu te bareke ve teala, se cilat janë dobit e kësaj ndarje në mes të vërtetës dhe bartësit të vërtetës. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu të na mundson që gjithmonë të mësojmë nga libri i Allahut, nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e madh te bareke ve taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të ndriçohemi me këtë libër të madh, të mësojmë nga ky libër i madh, të mundsojmë që të ndajmë nga e vërteta dhe e pavërteta dhe të ndjekim të vërteta duke u shmang të pavërteta. Lutim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allah na mundson me hinë Ramazan, duke qenë me shëndet, duke qenë me iman. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu aty ku ja kemi qollu, Allahu na shpërblen, e kujt që kemi gabu ka qenë për me dhe për shejtanin. E lutim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.